إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا هو عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة إلى يوم الدين. عباد الله، يقول الحق جل شأنه وجل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me falenderimet më të plota, më të sinqerta, më të drejta. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut xhalla shanuhu qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik, dhe gjithë ata pasues që ecin rrugës tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtarë, sot është dita kur ne duhet të ngritim tut tek Allahu xhalla shanuhu i madhërisëm dhe të kërkojmë prej madhërisë tij pranimin e veprave tona, sikur namazin, agjerimin, qëndrimin në kamë. Gjithashtu duke falendëruar Allahun xhalla shanuhu që na ka mundsuar me mbërri, jetu dhe me përfundu Ramazanin duke qenë të lumtur dhe dashur Allahu xhalla shanuhu të jenë kon prej atyre që jemi vesh me petkun e shpërblimeve dhe të na bëj Allahu xhalla shanuhu prej të pranuarve dhe prej atyre që na i ka pranuar duat dhe na i pranon dhe na përgjigjet në kërkesat e tona që i kemi pas gjatë këtij muaji. Gjithashtu, dashur vëllezër besimtar, Allahu xhalla shanuhu i boft ditët apo jetën tonë gjithëherë jetë feste, jetë gëzim, jetë hareje, sepse kem qenë apo t'jem për atyre që i zbatojnë urdhnat e Zotit, çashtu qysh na mëson, dhe të bëhemi për atyre që shpërblehemi tek ai e kushtësi për atyre që dënohemi prej tij. Aliu radiallahu anhu tregon ose thot në një fjalë të tina: o njerëz, kjo botë është vend kalimi, ndërsa bota tjetër është vend i qëndrimit të përhershëm. Prandaj, merrni prej vend kalimit tuaj për vend qëndrimit e përhershëm. Dhe mos zbuloni të fshehtat tuaja para atij që nuk i fshihen sekretet e juaja. Dhe dijeni se ju jeni krijuar për botën tjetër, ndërsa kjo botë, në këtë botë jeni vendosur vetëm se përkohësisht. Nëse e marrim dhe analizojmë këtë fjalë, atëherë mësojmë se e para duhet ta kuptojmë jetën dhe qëllimin e ardhjes tonë në botë. Dhe këta më smirti Allahu xhalla shanuhu na i shpjegon kur thot: wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. O njeri, o besimtar, o musliman, në këtë dynja as gjinët që janë krijesat e Zotit dhe as njerëzit që jemi ne nuk janë krijuar për asgjë tjetër përpos me adhuru Allahun xhalla shanuhu fuqiplot. Nëse i kuptojmë adhurimet, atëherë e shohim se Ramazani është adhurimi më i gjatë që Allahu xhalla shanuhu na i ka dhënë. Kur them adhurimi më i gjatë, sepse në to i kem 29 apo 30 ditë. Dhe në këto, Allahu xhalla shanuhu i përmbledh shumë adhurime tjera.
duke fillu prej agjerimit, prej namazit, prej zeqatit, pastaj, siç edhe dallohet, do thot, nëse muj me thonë, haxhi është adhurim, por është adhurim i shkurt, që mes tejna i ka 3 apo 4 ditë, apo edhe 5. Kurse Ramazani është një muaj adhurim. Dhe në to, Allahu Gjallëshanuhu ka përmbledh shumë qka. Nëse marrim e shohim për gjithashtu, jeta kalon, dhe jeta është e shkurtë, dhe nuk mund të prenohet sekonda, as minuta, por e besimtarit është se ka më përgjegjë për sekondat, apo për minutat, apo orët, apo jetën e tina në përgjithësi. Por, pasi që çdo gjë ecë, kalon, atëherë duhet me e pas parasysh se edhe Ramazani ishte dhe shkoj. Edhe çdo punë e dynjas këtu e ka fillimin, jetën dhe mbarimin e saj. Dhe kur ndahemi, ne gëzohemi kur vinë punë, ose gëzohemi kur vjen ndaj musafir, ose kur takojmë ndaj njeri që e dojmë. Por edhe mërzitemi kur ai kalon, ose ai shkon, ai ecë. Për atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se është e natyrshme njeri mu mërzit për musafirin. Është e natyrshme njeri mu mërzit për ndarjen me dikon. Dhe ka thonë, duheje kanë dush, një ditë do të ndahesh për i tim. Dhe për neve, ne sot, apo para një javë jemi ndarë prej Ramazanit. Dhe ne duhet mërzitemi për to. Por besimtari duhet jeton gjithherë mes shpresës dhe mërzisë, mes frikës dhe shpresës. Mes frikës se a ka kry atë punë apo atë ibadet që Allahu Gjallëshanuhu e ka thirrë. Dhe mes shpresës se Allahu Gjallëshanuhu me shpërbli pastaj atë besimtar. Do thotë na shpresojmë se e kemë përfundu Ramazanin qashtu që Allahu na ka thirrë dhe shpresojmë se Allahu Gjallëshanuhu do të na shpërblen për to. Kur themi të ndarja në këtë dunja, nuk ka sprovë më të madhe që i ka goditur besimtar se sa kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ata që e kanë kuptuar dunjan, e kanë kuptuar shumë mirë. Për atë, Ebu Bekri radiallahu anhu tha, kush e ka besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, le ta dinë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur ka vdekur, do të ka vdekur. Por ai që e ka besu Allahu Gjallëshanuhu dhe adhuron ato, ta dini se Allahu Gjallëshanuhu është i gjallë dhe ai nuk vdes. Dhe ai kërkon prej besimtarëve të gjallë që të mbjellin këtë dynja punë për me korë në ato që është e përjetshme. Pra, ndër shumë vazën besimtarë, na jemi kriju për me adhuru Allahu Gjallëshanuhu. Për këtë adhurim, Allahu na ka dhënë kohë. Dhe lëm ai që punon, sepse puna e vërteton fjalën edhe besimin e besimtarit. Pra të punojmë dunjat, që të rëndojmë peshorën tonë në ahiret, sepse Allahu Gjallëshanuhu thirrë dhe thotë, ata që rëndohet, atyre që u rëndohet peshorja e punëve të mira janë shpëtuar. Sa i përket atyre që u lehtësohet peshorja, nuk kanë punë që kanë me bërë, ose nuk kanë punë që kanë bërë dunjat, atëherë ata janë të humbur në vetvetën e tyre duke dhe të jenë dënu, duke qëndruar të përhershëm në xhehenem. Pastaj, ata që i kanë kuptuar këto fjalë mirë, kur ka ardhur momentet e vdekjes tyne kanë qatë. Dhe arsyeja e qajtjes tyne ka qenë veç një. Për shembull, një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në momentet e vdekjes, siç tregohet, qante. Dhe kur ju afruan dhe e pyetën, thanë, pse po qante?
Atëra ju përgjigj dhe tha, qaj për atë natë që më ka kalu pa namaz, edhe qaj për që ato ditë që më kanë kalu, që kam mujtë me agjeru e s'kam agjeru. Për që ato po qaj. Sepse këtu, ose në këtë dunja, kam pas mundësi pune, po s'ka pas logari. Kurse në atë dunja, ka logari dhe s'ka mundësi pune. Për këtë duhet në adhimet Ramazan. Për këtë duhet në adhimet koha që na ikë. Për këtë duhet të qajnë nesi njerëz. Për këtë duhet të qajnë nesi besimtarë. Sepse nuk kemë mundësi me të qëndru gjithherë në kohën apo në jetën në cilën shpërblejnë. Dhe Allahu na thirrën këto ibadete për një çështje. E keni pa në ajetin kur thirrim shpesh herë, kur na thirr Allahu për agjërim, thotë la'allakum tattaqun. Në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sepse siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu në ahiret nuk do I qyr forcat e tona. Allahu nuk do I qyr lëkurën tonë, as frizurat e tona, as fizionomin tonë. Ose Allahu do të qyr devotshmëria që ne e kemi pas tek Ai, ose për të. Për atë, Allahu ka dhënë kohë, ka dhënë mundësi, ka dhënë këshillus, ka qu pejgamber, ka qu mucize, argumente, mrekulli, për me na thirrë dhe me na thonë, o njerëz, o besimtar, o musliman, shfrytëzoni kohën dhe bënu të devotshëm. Omer ibn Abdulaziz, një prej që është thonë se mundet me qenë khalifja I 50 besimtarëve, Allahu më mëshiroft ka thonë, kur e ka këshillu një vëlla, I ka thonë, këshilloj të kesh frikë Allahun xhaleshan, sepse veç saj Allahu xhaleshan nuk pranon asgjë tjetër. Allahu nuk I mëshiron përveç se të devotshëm, dhe se nuk shpërblehen përveç se ndërmjet saj. Pastaj këshilluesit janë të shumtë ka thonë, kurse ata që praktikojnë këshillat janë të pakët. Për atë, nëse e marrim e shohim këtë, ndershëm vllazën besimtar, e shohim se Allahu na jep çdo mundësi që na me qenë devotshëm dhe me na shpërblyj. Por gjithherë fjala jonë duhet me konë bashkë me punën tonë. Nuk duhet me qenë ata cilët nuk punojnë, por vetëm flasin. Pastaj, ndershëm vllazën besimtar, pasi që I koha dhe ne në Ramazan mushmi me iman dhe pregatitmi që në maksimum që ne me adhuru Allahun xhaleshan që me arrit gradën e devotshmërisë. Por fatkeqësisht ka I herë kur përfundon Ramazani, neve na ka plagështia. Ose thonë, valla jemi lodhë në Ramazan. Jemi lodhë, jemi që herë, ose jemi që vonë, kemi adhuru Allahun ditën e natën, kemi nejtë pagjon, e kujdjun e gjana tjera. Kurse kur kryet Ramazani, si kurse shlirohen, o kryt tash, edhe tash njafton do të me qato që I kemë bo në Ramazan. Besimtari zguzon në shumë kështë. Sepse e thamë, Allahu është I gjallë dhe ai lyp prej neve prapë, por na jep sezona që ne të vedisohemi të kanë, ose për to. Për atë, ndershëm vllazën besimtar, do të me I kujtu të mirat që Allahu na I ka dhënë neve. Dhe e para është se Allahu na I ka dhënë jetën. Pastaj na I ka dhënë shëndet. Pastaj Allahu na I ka dhënë familje. Pastaj Allahu xhaleshanuhu na ka tregu se devotshmëri nuk mundemi me ble në asnjë pazar, në asnjë treg, përpos se me mbjellë në zemrat tona.
as nuk ka pare që e vjen devotshmëri. Sa do të kemë pare? Nuk ka mujtë me ble Karuni që i kanë bartë qilcat e magazinave tina, i kanë bartë me kulica. E s'muj me ble asna. Prandaj, Allahu kërkon prej neve që ta njohim ato. Allahu kërkon prej neve që përmes fjalëve tina nga ta kupton dynja. Dhe ta dim se dynjaja është e shkurt dhe në to ka mundësit shumë ta që mujnë me punu, por njërë për atë që nuk i përvil dur dhe s'punon. Kanë thonë, njërës e meqëm kanë thonë, dynjaja është deti, që shumë kush ka notu dhe noton të, por ka pak prej tyne që shpëtojnë apo din notin, dhe shumë prej atyne që ngulfatën në të qijat apo mashtrohen në të qijat e sajnë. Andaj, nga shumë vazën besimtar, Allahu Gjellëshanuhu pas Ramazanit në thirë dhe në thotë, o muslimën, edhe pas Ramazanit keni mundësi me qenë devotshëm. Duke mos e harru Allahu Gjellëshanuhu. Pastaj në thirë dhe në thotë, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. O besimtar, o njeri, adhuroje Zotin deri në frymën e fundit, derisa të vjen vdekja. Adhuroje Zotin derisa të vjen vdekja. Pastaj na thirr dhe na thotë, mos u bëni sikur ai gruaja që e shprish fije ato që ka punu me dy të veta. E keni po? Nanat e tona, apo gjyshet, apo se tash nuk po maron po kush me du, ato që i kanë maru dhe të gjamperat ose kujone gjana tjera. I kanë maru, por dikush mja pas nëzirë fijen do thot i kanë prish krejt. Ka mjaftu një punë e vogël, do thot dikush me nështi me ka pak edhe me prish ato. Allahu po thot, o muslimon, o besimtar, unë ju jap shanse. Unë ju jap shanse. Ju punoni, ama mos e harroni Allahun Gjellëshanuhu, sepse mundeni që me një punë të vogël me prish krejt që ato që keni ndërtu gjatë jetës t'juve. Allahun na thirr nga shumë vazën besimtar. Gjithashtu, na thirr që pas Ramazanit mos të harrojmë ato. Dhe për atë, na mësoj se çka me bo. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e agjeron muajin e Ramazanit, pastaj e vazhdon ato me 6 ditë tjera të muajit Shawwal, është sikur se ta ketë agjeruar tër vitin. Andaj, të ndershëm vëllezër besimtar, sot na mbetet pra, mos të harrojmë Allahun. Të punojmë këtu ku ka mundësi mbjellje, për atje ku ka vetëm sekorje. Dhe t'i mbështetemi Allahu Gjellëshanuhu në çdo punë dhe t'i lutemi Allahu Gjellëshanuhu që të ne pranojë punë. Sepse, siç kanë treguar dhe është transmetuar, sahabite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 6 muaj para se me mri Ramazani e kanë lutur Allahun që mundson ata mrinë. Por 6 muaj pas tina e kanë lutur Allahun Gjellëshanuhu që Allahu të t'ja pranon veprat e tyre. Andaj, e thëmë këtë që dëgjuat, kërkoj falet e ka Allahu për vetën time dhe juve, kërkoni edhe ju se me vërtet Allahu shpallës të mëshirës.